Ju jep një lëndë që quhet inovacion. A ja vlen të mësohet në përklasa duke qenë se shumica janë të lindur me të? Oh, damn. Ideja është e tillë. Inovacioni unë e quaj shkenca e perëndisë. Sepse është vetëm një lëndë që të mëson ty të krijosh në një formë jo thjesht kreative, por të strukturuar. Sidomos kur je i ri ti je kreativ, por ke një problem që gjuan përdallë mur. Dhe ti me kalimin e kohës mëson se si është të gjuash me precizion. Gjithë ky transformimi i gjatë nga gjuajtja kulturu me gjuajtjen e precizion është një akumulim që të bën ty të kuptosh që mua një miku im më zbuloi para ca ditësh diçka që e kisha në ndërgjegje në subkonsh për një kohë shumë gjatë. Një aksion që thot sot në botë, pra njerëzit, çfarë do tregu ekonomia nuk të vlerëson për sa di, po të vlerëson për atë që je. Dhe sidomos në gjeneratën e sotme është një gjë e bukur që atë që di unë apo ti apo shumë kush, gra e burra më të zgjuar se mua se shumë të tjerë, është kollaj e zvendësueshme, sidomos në teknologjinë që ke sot. Pra, cili do truj zgjuar nga ne sot mund të zvendësohet kollaj nga një kompjuter. Po asnjëherë kompjuteri nuk ka për të zvendësuar paradigmën kryesore që është çfarë jam unë. Dhe çfarë jam unë në fund të ditës e bën karakteri, e bën struktura që unë kam marrë gjatë gjithë këtij procesi që sapo të thash. Thënë këtë për kontekst, ndoshta thoshë që asnjë nuk lind me inovacion bën. Por diçka që kristalizohet me kalimin e kohës, është diçka që kristalizohet duke të lënë shenjë në kurriz, shenjë në fytyrë, shenjë në karakter. Pra, si formohet karakteri? Ti je një cop druri dhe me kalimin e kohës, ky rrugtimi dhe kërshëria për inovacionin të formson ty në një skulptur, qoftë kjo masterpiece shumë e bukur apo një skulptur mediokre apo çfarë do lloj skulpture. Dhe pastaj në fund të ditës kështu dallohen njerëzit, cili është më inovator, cili është më pak inovator, cili është outlier ose është jashtë komplet kësaj barazisë së përgjithshme. A vlen të mësoj inovacionin? Aq shumë ja vlen, se mos në kontekstin kulturor në të cilin jemi ne, kemi nevojë të frikshme për inovacion. Që nga gjenerata e re me të cilën kam të bëjnë auditor për ditë, dhe deri te këta që janë stazhonuar si biznesmen apo shtetar të fortë, që kanë nevojën të merësisht të madhe për atë që quhet inovacion. Dhe ai inovacioni i bukur, ai inovacioni i ëmbël, ai inovacioni që jo thjesht të jep përfitime, por të ndryshon jetë.